janë për të përshëndetur. E kuptoj, e qartë, mirë. Për ta diskutuar pak me që përmendë Italinë dhe kanë... Po, me që përmendë Italinë do atë përfshi agentin, po s'ka problem, me vazhdoje. Tema zotëria që ata emigrantët që kanë votuar në 2021 kanë qenë 60.000 dhe kanë qenë të 60.000 votues PS. Ndjeze një herë të lutë... Jo të gjithë profesor, ka qenë 60-40. Pra, rreth 40.000 vota kanë ardhur nga Greqia. Po. Dhe ku e dini ju që janë të pushtetit? Pra ku e di që janë votat e Partisë Socialiste, thua? Vota për pushtetin? Po. Ato ndoshta është... Po, kjo është përgjime. Po mirë se shifrat edhe interpretohen, Arjan. Interpretohen, shihet në kutin e votimit, po mirë shihen në qargje, pastaj Shqipëria me thënë të vërtetën edhe më përpara ka qenë ndarë veri jug me preferenca politike tani. Përpara flas, mos ta shohim ardhën sot. Në rregull, jo, unë nuk dua të bie në kursin e të menduarit që diaspora mendon në mënyrë kështu honorifike dhe mënyrë romantike. Jo, kam përshtypjen që Lita e ka komentin në këtë pikë që diaspora e cila vjen në Shqipëri, vjen ndoshta një herë në vit, apo një herë në 2 vite, apo një herë në 3 vite, sheh një lloj transformimi dhe mos të ndikohen për një transformim të parë vetëm për efekt kohe dhe për të dhënë votën e tyre, sepse vota e tyre është e barabartë me një qytetar që jeton çdo ditë në Tiranë, në Korçë, në Fierë, në Elbasan, pra është e njëjta e barabartë. Mos harrojmë që gjithë këto numër votash nxjerrin një numër deputetësh të madh në parlament, të rëndësishëm. Po, Gend. Tani, kundër argumenti është që 3 mandate Ramës dhe 2 mandate Berishës përpara nuk ja ka dhënë diaspora, aty brenda kanë qenë. Okej, mirë. Kështu kjo është pak paragjykuese për mendimin tim. Okej, mirë, qartë. Do rikthehemi përsëri edhe tek pjesa e paragjykimit që mund të jetë, po Gendi, 90.000 shqiptarë që jetojnë në Itali do votojnë. Kishe një replik, do e të shtoje diçka në fakt, ose kishe një koment? Unë mendova, Flori, se sot nuk e fritur me që nga Fieri, dhe Fieri ka shumë regjistrime. Nuk mendova se më fritur me që nga Italia. Fieri ka shumë regjistrime. I ka, po Fieri ka edhe shumë kandidat me pesh këtë radhë, nga politika. Unë prandaj su kandidova, sepse nuk ndjesha në pesh me tur. Prandaj s'dole, po, okej. Përshëndes mitë mi parafolës, përveç Zotit Lata që nuk e njohë personalisht, 2 të tjerët, Bledarin dhe Arianin i njohë, kemi luftuar bashkë, duke protestuar dhe në për ambasada për drejtën e votës deri dje, dhe i përshëndes. Mua më përqeu, them drejtën, hyrja e Zotit Lata. Zotit Lita, po, s'ka problem, po. Lita, më falë. Për mua ishte një apel që ai bëri, që është shumë rëndësishme dhe që është një merak që kam pasur dhe unë them drejtën. E kam shprehur dhe në për artikull të ndryshëm me tjera. Fakti që mbushen plot ato sallat, kur lideri i një partie, qoftë ai në pushtet, qoftë ai në opozitë, vinë për diasporë, pra që ndiqen dhe ozanohen si ata rockstarët e famshëm, pra njerëzit vdesin për një fotografi, na prekupon, dhe kjo është një numër i madh i diasporës. Është e vërtetë që joshen, unë kam pas probleme, unë shkruaj artikuj, nuk e di, në gazetën e Parmës, para shumë vitesh, ku shkruaj me një sens kritik për shtetin, për atët time, për vendin tim. Sepse vetëm duke diskutuar me sens kritik, ne mund ta shpëtojmë atë vend. Jo duke vetë kënaqur. Dhe unë kisha djem të rinj këtu, që mund të ishin lindur këtu, po që ndjeni vetë shqiptar, që më shanin, më kritikonin, pse thua ti këtë, sepse kishin atë kompleksin e inferioritetit, pra donin që në sy të italianëve të dukeshin sikur ishin lartë, duke mos treguar ku ishin problematikat e atij vendi. Pra, nuk duan të duken sikur janë keqë, po është edhe pak mundësi shqiptare kjo, që brenda shtëpisë ndoshta mund të jetë duke u marrë flak, po jashtë dalin të gjithë lumtur edhe. Është kompleksi i inferioritetit që ne duhet ta heqim. Ne duhet të tregojmë që jemi të emancipuar, nëse ne tregojmë dhe lajm dhe nxjerrim të problemet tona dhe të zgjidhim. Nga ana tjetër jam dakord dhe me observimet që bën 2 kolegë të tjerë, që janë më optimist sepse një pjesë e diasporës, po kam frikë se është minoranca, janë më të vetëdijshëm, janë më kritik, dhe e lexojnë Shqipërinë dhe problemet e saj me syri kritik. Pse minorancë? Pse e quan minorancë?
ata të cilët kanë syrin kritik? Po jo, mund t'jenë edhe një 50%, mund t'jenë një 50%, po flas për atë masën kritike që ka qenë kritike në Shqipëri, është kritike edhe në diasporë. Domethënë, e vetmja frikë ime është që ai elektorati shqiptar duhet të ndikohet nga elektorati i diasporës, pra familjarët, prindërit që janë atje të ndikohen nga fëmijët e tyre që janë në shtetit dhe jo të ndodhe kundërta. Edhe pse dim tani që me patronazhistët po na kërkojnë firmat, po kërkojnë dokumentat ata. Nëse një person nuk çon 20 dokumenta, 12 dokumenta sa është, mund të rrezikohet edhe vendin e punës. Kjo është drama më e madhe